Mirë mbrëma miq dhe shikues të nderuar të emisionit Glamur. Mirë se erdhët edhe sonte. Sonte do sjellim një material mjaft interesant. Do sjellim një rrugtim të Filharmonisë të Maqedonisë së Veriut nga Shkupi drejt Gjermanisë. Gjermania ishte stacioni i cili për herë të parë ata përfaqësuan koncertet e tyre. Horizonte Simfonike që është koncerti i cili udhthoi nga Shkupi drejt Bonit, vendit të lindjes së Beethovenit dhe Oberhausenit. Në sallët Beethoven Halle dhe në sallën Louis Albert Halle është një koncert mjaft interesant dhe unë kam sjellë një material shumë të bukur për ju. Unë propozoj që të ndjekim materialin dhe të rikthehemi sërish në studio. Të nderuar shikues, përshëndetje. Gjendemi pikërisht në Bonn, në vendin e lindjes së Beethovenit. Dhe këtu jemi në sallën Beethoven Halle, ku në kuadër të ditëve të Ballkanit Perëndimor, Westbalkan Tage 2026, Maqedonia e Veriut përshënon 5 vjetorin e partneritetit me shtetin gjerman Nordrhein-Westfalen, pra të rajnës veriore të Vestfalisë. Ka momente kur muzika nuk mbetet vetëm në skenë, por shndrohet në një përjetim që kalon nga artisti te publiku dhe mbetet aty. Muaji prill për Filharmoninë e Maqedonisë së Veriut shënoi pikërisht një moment të tillë, një rrugtim që nisi në Shkup dhe për herë të parë vazhdoi në Gjermani, duke sjellë të njëjtin program koncertal në skena të ndryshme dhe për publik të ndryshëm. Ky turne u realizoa në kuadër të ditëve të Ballkanit Perëndimor, Westbalkan Tage 2026 dhe shënimit të 5 vjetorit të bashkëpunimit ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe rajonit gjerman Nordrhein-Westfaleni, dhe një iniciativë që synon të afroj kulturat dhe të krijojë ura komunikimi përmes artit. Rrugtimi muzikor nisi në Shkup, ku programi u prezantua fillimisht për publikun vendas, si një hap i parë drejt një rruge që shumë shpejt do të merrte dimension tjetër. Stacioni i radhës ishte Boni, një qytet i shtrirë përgjatë lumit Rajna, i njohur si vendlindja e Ludwig van Beethoven dhe një nga qendrat më të rëndësishme të muzikës klasike në Europë. Në këtë qytet, salla Beethoven Halle që nga viti 1959 ka qenë një nga hapësirat më të rëndësishme koncertale, ku muzika interpretohet, por mbi të gjitha përjetohet. Dhe pikërisht në këtë skenë, Filharmonia e Maqedonisë së Veriut u prezantua për herë të parë para publikut gjerman, duke sjellë një program që ndërthur repertorin klasik me identitetin muzikor të vendit. Mbrëmja nisi me poetë dhe fshatari, një hapje e gjallë që vendos menjëherë ritmin e koncertit. Sot jemi këtu në Bonn, ku do të mbahet koncerti i Filharmonisë së Maqedonisë së Veriut. Kjo është ngjarje e 5 vjetorit të çështjeve diplomatike të shtetit të Maqedonisë së Veriut me Gjermaninë Perëndimore në Westerwallen,
Do të thotë këtu kemi 2 koncerte, Filharmonia e Maqedonisë do të prezantohet me 2 koncerte në Bonn dhe me nesër në Oberhausen, ku Desar Sulejmani, maestro Desar Sulejmani, cili është edhe iniciatori së bashku me mu për ta sjellë Filharmoninë e Maqedonisë së Veriut në Gjermani, do të prezantohemi me një koncert madhështor me 2 solistët si Hana Badivuku dhe Pascal Krapovski. Kështu që urojmë që edhe nesër në Oberhausen të kalojë shumë bukur dhe kjo mbrëmje të kalojë shumë bukur. Çfarë pritshmërie keni për publikun këtu se si do ta pranojë, sepse ishim edhe në Shkup me të njëjtin koncert, i njëjti prezantohet sonte në sallën në Bonn dhe sigurisht edhe në Oberhausen. Çfarë prisni nga solistët edhe nga Filharmonia, mirë po edhe nga publiku? Po ne do të prezantojmë, do të shfaqim kulturën e muzikore të Maqedonisë. Kemi pritshmëri të mëdha, do të besoj që do të kënaqim publikun gjerman apo publikun që jeton këtu në Gjermani, dhe do të jetë një koncert i suksesshëm edhe sot, edhe nesër në Oberhausen. Faleminderit, uroj që edhe kjo iniciative juaja të na sjell edhe pranë ekraneve tona këtë kënaqësi që na e dhuroni këtu brenda edhe për publikun e Gjermanisë. Faleminderit shumë.
Pas bonit, rrugtimi vazhdoi në Oberhausen, një qytet që nga një e kaluar industriale është shndruar në një hapësirë të rëndësishme kulturore. Në sallën Louis Albert Halle, i njëjti repertor merr një dimension tjetër përmes një hapësire tjetër dhe një publiku tjetër. Orkestra e drejtuar nga dirigjenti Desar Sulejmani, i cili në bashkëpunim me drejtorin e Filharmonisë Mustafa Imeri, është pjesë e këtij projekti të realizuar në kuadër të Ditëve të Ballkanit Perëndimor, duke bërë të mundur prezentimin e këtij programi edhe para publikut gjerman. Në skenë krijohet një dialog i ndjeshëm muzikor në veprën për violinë dhe violonçel të Camille Saint-Saëns, ku solistët si Hana Badivuku Hoxha dhe Pascal Krapovski ndërtuan një bashkëinterpretim të mrekullueshëm, ku çdo tingull kaloi nga njëri instrument te tjetri, duke krijuar një rrjedhë të pandërprerë dhe një komunikim të drejtë për drejtë me publikun. Vibracionet e publikut janë shumë të rëndësishme për një artist dhe është ky komunikimin mes ne si solist, dirigjentit dhe publikut, orkestrës natyrisht, është një trekënd shumë i rëndësishëm. Edhe natyrisht çdo artist e ndjen këtë vibracion në mënyrë të posaçme. Më duket që sonte në këtë koncert e ndjet pak më tepër, më duket që edhe emocionet e juaja janë ndryshuar. Po, mendoj që kjo vepër është vepër premierale, nuk është ekzekutuar më parë në Maqedoni. Ishte për ne mjaft inspirim ta ndërtojmë këtë vepër, që t'ja plasojmë publikut në fillim të Shkupit, pastaj aty në Bon, që ishte salla me të vërtet një sallë e mrekullueshme, impozante, dhe kësaj sallës tjetër në Oberhausen. Mendoj që çdo herë, çdo vepër piqet dhe formsohet, kështu që me siguri herën e 4, 5, 6 do del edhe më mirë. Por ju i keni vrej dallimet që prej koncertit parë ka diçka tjetër që ju ka ra në sy, pastaj në koncertin e dytë kanë ra elemente tjera. Natyrisht muzika është magjike dhe mendoj që kemi arrit qëllimin që t'ja afrojmë publikut sa më ngrohtë. Zhua sigurisht është zhua e vetme, universale. Kultura dhe identitetet të ndryshme. Si ishte bashkëpunimi edhe me zotrin Pascal Krapovski, që thatë që ishte hera e parë që bashkëpunojmë? Hera e parë që bashkëpunojmë edhe me të vërtet me një energji shumë inspirative kemi punu, kemi pregadit 2-3 javë tepër mirë dhe ato kushtet në institucion, në Filharmoninë e Maqedonisë janë shumë të mira për një përgatitje serioze dhe me të vërtet kushtet kanë qenë shumë të mira dhe trajtimi këtu i organizimit është në nivel shumë të lartë dhe kur shkojmë kështu të prezantojmë shtetin, kulturën në vende elitare si që është Gjermania, me të vërtet ndjehemi shumë të respektuar. Duke i marrë krejt ato kombinimet e organizimit nga institucioni, nga Filharmonia e Maqedonisë krye me drejtorin Mustafa Imeri dhe bashkëpunimin me Desar Sulejmanin dhe ky bashkëpunim me të vërtet besoj që duhet të ndalet që vinë në shprehje dhe artistë të tjerë të ta prezantojnë mendoj kulturën. Uroj, na keni nderuar edhe neve që na faleminderit edhe po e ndjekim çdo rrugtim tuaj këtu në Gjermani. Gospodine Pascal, ja prašam vi si Hana, kako беше вашата работа заедно? И со диригентот, и со Hana. Кога јас бев ученик,
Да. Она беше Во средно тазе дипломирана, така ќе му дојде доста пред, значи веќе збориме пред доста години, каде што самиот чин дека доаѓа некоја си виолинистка извикана, значи Сихана Бадивуку, самата приказна позадинезе, самото CV, дека е тука и дека е таква каква што е, за нас уште од како деца остана моментна Сихана, професорка. И сега наеднаш доаѓаме до соработка. Ете ја магијата на музиката, не е само публиката, магијата се создава во процесот на работа, тоа взаемно зближување, разбирање, кој, што, какво споделување на убавини, на тежини, на сите работи, го прават процесот интересен, преубав и на крају крајва сето тоа рефлектира во изведбата на кој да е делото, нели ова е премиерно, па уште потешкото што прв пат се сретнуваме со нели да и оркестарот и ние. Меѓутоа, апсолутно е целиот процес е магија. Затоа, на крај, затоа сме уметници, затоа сме музичари, и точно ради тоа магија, за која што сме свесни дека постои во целиот процес. Задоволството е обострано, сметам, да, енергетски се погодивме со Сихана, тоа беше и еден наш колега кој што ни го посочи, тоа на Сихана го посочи, вика ќе се разберете со Паскал Ептен, вика. Поздрав до Џафер. Виолинисти, он че студион, че јетон кту. Така да не можам ништо повеќе да кажам од тоа што го кажав, оти ќе се повторувам. Ви благодарам многу. Тоа што го реков и на Сихана, што и вие ни дадовте нас можност за да дојдеме со вас и да ве почувствуваме од близко, па нормално и на Благодарност на поддршката од страна на медиумите, од проста причина што ако нема такво нешто ќе и нашево знае да остане само локално, е се случило. Сега веќе може да добие подголема видливост и тоа е нешто за кое што и ние сите впрочем и се трудиме, нашата уметност да добие поголема видливост и на светски рамки. Така да ви благодариме и на вашето присуство тука и покривањето што го вршите. Në këtë skenë, një nga momentet më të ndjera të mbrëmjes ishte interpretimi i Teshkoto, një vepër e kompozitorit Gligor Smokvarski e krijuar në gjysmën e dytë të shekullit të 20, që mbart ritmin dhe kujtesën e një tradite, vepranis në mënyrë të qetë dhe zhvillohet gradualisht, duke ndërtuar një tension të brendshëm që rritet deri në kulmin e tij. Në këtë moment, muzika nuk mbetet vetëm në skenë, por kalon te publiku dhe aplaudimi i gjatë në fund bëhet pjesë e këtij përjetimi. Është sepse ne të ndalëm këtu në pauzë për ta marrë një përshtypje tuajën edhe nga publiku të cilën ne e kaluam nga koncerti në Bonn, tash jemi në Oberhausen. Si po e përjetoni edhe ju këtë pjesë që publiku po ju ndjen dhe po e shef me dashuri këtë gjë që ju për herë të parë edhe Filharmonia e Maqedonisë e mundsua disi për herë të parë Filharmonia e Maqedonisë Veriut të vijë në Gjermani.
Për mua është një kënaqësi e veçantë dhe siç e thatë edhe që për herë të parë në historinë e saj Filharmonia e Maqedonisë është këtu në Gjermani dhe ne kemi patur 2 koncerte shumë të mira në Bonn dhe në Oberhausen dhe jam shumë i kënaqur që arritëm qëllimit të gjithë bashkë me gjithë stafin e Filharmonisë, në krye drejtorin Mustafa Imeri si dhe me gjithë orkestrantët e kësaj orkestre shumë të mirë ku unë kam pasur kënaqësinë e madhe këto ditë intensive që të punojmë bashkë, që të krijojmë muzikë bashkë, që të sjellim një mesazh të përbashkët kudo që ne kemi bërë muzikë, qoftë në Shkup, qoftë në Bonn apo këtu në Oberhausen, pra domethënë gjithë mesazhi i këtij udhëtimi të ngjeshur, të shkurtër, por mjaft kumtiplot që ne duhet të jemi bashkë, duhet të flasim bashkë, duhet ta ndjejmë njëri tjetrin dhe në atë moment ne kuptojmë edhe si jemi, çfarë do bëjmë bashkë dhe ku do e ndërtojmë të ardhmen po gjithashtu bashkë, sepse kjo është edhe detyra jonë, ky është qëllimi i të jetuarit bashkë dhe muzika e cila na bashkon pa folur shumë, por duke ndjerë, është një nga instrumentet më të mira për të arritur këtë sa më shpejt dhe në mënyrën më të mirë të mundshme. Po, jemi në shtëpinë tënde, do kisha thënë, dhe bara ju ka rënë më shumë juve që edhe të ndihmoni pak më tepër mbi organizimin edhe mbi gjithë procesin e gjithçkaja që po realizohet. Një pjesë ndër të gjitha veprat që ju interpretuat ishte edhe Teshkoto, e cila prezentoi një pjesë të kulturës Maqedonisë së Veriut, dhe besoj që kjo ishte ideja që të bashkoj muzika edhe kultura. Patjetër, kjo ishte një kënaqësi e veçantë për mua sepse nuk e kisha prezantuar më përpara si vepër, kështu që më vjen mirë që patëm mundësinë që ta prezantonim 2 herë në Gjermani, sepse pikërisht edhe ky projekt e ka patur si qëllim që të sjellim diçka të mirë, të njohur dhe tipike nga Maqedonia e Veriut, kështu që ja arritëm qëllimin dhe gjithmonë kemi qenë si thua të predispozuar për ta sjellë këtë kulturë sa më mirë edhe në Gjermani dhe më vjen shumë mirë, jam i gëzuar që ja arritëm qëllimit. Pas kësaj ndalese, koncerti vazhdon drejt përmbylljes me veprën nga bota e re të Antonin Dvorak, me një vepër që mbyll këtë rrugtim muzikor me një ndjesi lëvizjeje dhe përfundimi, nga Shkupi në Bonn dhe në Oberhausen. Ky nuk është vetëm një cikël koncertesh, por një dëshmi se muzika arrin të komunikojë përtej gjuhës dhe përtej kufive. Gjendemi pikërisht këtu në Louis Alberts Halle, në këtë sallë ku përfundoi rrugtimi artistik i Filharmonisë Maqedonisë së Veriut. Me një program shumë të pasur dhe me një program shumë emocional ata dhuruan një emocion të veçantë. Kështu që uroj që të ndiqni edhe në vazhdim gjithçka që ka ndodhur këtu në këto salla kaq domethënëse.
Të nderuar shikues, shpresoj që ju pëlqeu materialit të cilin e ndoqët. Do t'ju përkujtoj që ky aktivitet ndodhi në muajin prill, ndërsa muaji maj është përplot me koncerte për Filharmoninë e Maqedonisë së Veriut. Kështu që propozoj që të ndiqni edhe faqen e tyre për të informuar pak më tepër edhe për rrugtimin e tyre edhe për koncertet e cilat do të realizohen pikërisht në vendin tonë. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj, ndërsa ne sigurisht që do të ritakohemi edhe të dielën e ardhshme, e deri atëherë kalofshi bukur në programet tona.